Kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik, Jonaid Myzyri, njëkohësisht të vartës si ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, është paraqitur këtë të martë për herë të tretë në prokurorinë e posaçme SPAK, ku mor në pyetje në lidhje me hetimet që po zhvillohen ndaj institucionit që ai drejton që prej vitit 2020. SPAK e dyshon Myzyrin si një funksionar që ka lejuar abuzime në procedurat tenderuese të zhvilluara nga Komisioni i Prokurimit Publik gjatë viteve 2020-2023. Dyshime që lidhen kryesisht me mungesën e garës së ndershme në shumë prej këtyre procedurave, ku në shumicën e rasteve ka marrë pjesë vetëm një kompani, ndërsa në të tjerat janë konstatuar skualifikime të dyshimta të operatorëve konkurrent. Sipas një auditimi të kontrollit të lartë të shtetit, dëmi ekonomik i shkaktuar nga këto abuzime me tenderat për llogaritë të jetë mbi 2.5 miliardë euro, pavarësisht interesimit të medjave. Myzyri ka refuzuar të jap deklarata pas daljes nga SPAK, ashtu si edhe në dy paraqitjet e mëparshme. Komisioni i Prokurimit Publik është institucioni më i lartë administrativ në fushën e prokurimeve publike. Ai shqyrton ankesat për tenderët, koncesionet, partneritetet publik-privat, ankandet publike dhe lejet minerare, duke luajtur një rol kyç në mënyrën se si shpërndahen fondet publike në Shqipëri.